Për herë të parë, bandat shqiptare kanë shtrirë aktivitetin e tyre kriminal të prodhimit, shitjes dhe trafikimit të lëndëve narkotike jashtë shtetit edhe me drograt sintetike. Kështu njoftoi sot në një konferencë të përbashkët kreu i SPAK Altin Dumani, shoqëruar nga homologët finlandez, pasi një rrjet i trafikut të drogës nga Shqipëria, Spanja e Hollanda drejt Finlandës është goditur nga SPAK në bashkëpunim me autoritetet finlandeze pas një hetimi 2 vjeçar. Procedimi penal u regjistrua në qershor të vitit 2023, pasi pala finlandeze sinjalizoi SPAK-un për aktivitetin masiv kriminal të disa shqiptarëve atje. Bëhet fjalë për të paktën 4 grupe kriminale, krerët e të cilëve drejtonin aktivitetin nga Shqipëria që karakteristikë të veçantë kishin bashkëpunimin mes tyre për trafikun e drogës. Organizatorët apo krijuesit e grupit preferonin të rinin në Shqipëri dhe nga këtu organizonin gjithë aktivitetin kriminal. SPAK na ka bërë përshtypje është se në hetimet tona është herë e parë faktikisht që shikojmë grupe kriminale që kanë në fokus të tyre edhe drogat sintetike. Paktën në hetimet e deri tanishme është herë e parë që evidentojmë një grup kriminal që ka në fokus të vrimdajës të tyre edhe trafikimin apo shitjen edhe të drogave sintetike. Por cilat ishin rrugët që bandat ndiqnin për të transportuar sasitë e lëndëve narkotike dhe si komunikonin ato? Njëra nga rrugët ka qenë transportimi nga Hollanda në Finland me kamion me një shofer polak. Kjo është shumë e zakonshme në Finland, pra konsumimi i amfetaminës dhe ka sens ky lloj trafikimi, kurse kanabisi vinte nga Spanja në drejtim të Finlandës. Për sa i përket platformave të tyre të komunikimit, ato kanë qenë përmes Telegram, WhatsApp dhe sinjal. I pyetur se kush janë personat që SPAK ka marrë në hetim, prokurori Alfred Shehu tha: 2 nga krerët e grupeve kriminale janë me origjinë nga Vlora. Shqipëria është e vogël dhe për bazë konkrete nuk mund të flasim sepse aktivitetet sot kryen edhe me mjetet e komunikimit elektronik. Pjesa tjetër ka qenë përqendruar në zonën e Kuçovës dhe Beratit. Një pjesë e këtyre me origjinë nga këto rrethe janë të vendosur me banim në Tiranë. Aktivitetet lishme, ata kanë qenë qytetarë të lirë, hetimet tona si thash kanë qenë të fshehura. Në total, gjatë këtij hetimi është sekuestruar rreth 300 kg drog, konkretisht 170 kg amfetamin, 10 kg kokainë dhe 100 kg kanabis. Po ashtu janë sekuestruar 8 automjete, telefona celular dhe shumë dokumente me vlerë për hetimin, dokumente në gjuhën finlandeze me të dhëna të rëndësishme për aktivitetin kriminal. Ndërsa për paratë e përfituara nga aktiviteti kriminal, paralelisht kanë nisur një hetim pasuror për të 11 personat.